Madis Tahiri, nga gostivari shqiptar i Maqedonisë që jetoj mbi 36 vite në Zvicër. Jam i martuar, kam një djalë 6 vjeç, edhe për mua ka shumë vlerë modestia, bashkëpunimi edhe familja. Kam në lartë e kom kryer në Dremli Spital edhe në Alterscenter në shtatë Zürich. Praktikën e fundit gjatë studimeve të shkollës lartë e pata me një stacion me smundje demente. Aty kom përfituar shumë si dije, se aty pacienti nuk të thotë se a ka dhimbta, po ti duhesh me vejt vetë edhe ka qenë për mua diçka që kom mësuar edhe për jetë aty më shumë sa. E fillova rrugtimin për arsim, domethënë SVEP quhet ajo, i kom kryer gjitha ato SVEP-et edhe kom Eidgenössische Fachausweis-Ausbildner që i kompetencat me udhëheq një instrukcion me arsim. Tani shkova në Spital Affoltern si instruktor i përgjithshëm, se ala nuk e pata atë guxim me shku për udhëheqës instruktor për një instrukcion, se edhe i ri edhe nuk e di na ai ala gati për atë punë. Pa aty e vërejta shumë shpejt mas disa muaj që unë që ato punë t'i kry që janë për udhëheqës instrukcioni për arsim, edhe fillova në Senevita para 7 viteve si i instruktori përgjithshëm edhe udhëheqës i arsimit në një instrukcion në Senevita. Po tani kalova në Health Campus edhe biznese tjera në medicinë që i lidhin bashkë me Health Campus, si në digitalizim, si në rekrutim. Hapi i parë, maj ullët, për me fillu praktikën punën si ndihmës infermier në lloj-lloj institucionesh. Kemi kurse gjysdite, kemi kurse mramje, kemi kurse të shtunave, edhe kemi kurse gjatë ditës. Gjatë 2 moduleve kanë provime tani në fund, ai provimi bëhet me multiple choice. Do të thonë jo me shkruajtme, po kemi mundu me bë nivelin që me qenë jo nivel shkollës lartë, por me mujt me kalu provimin. Por unë e kom vërejt që në kurs kemi edhe shumë persona që nuk janë për atë interes tu, por janë si interes me ndryshu ndërtimin, e kanë bollma për shembull me punu në këp ose dikun si shitse ose si pastruese dhe do me fillu si infermiere, ndihmës infermiere këtu. Më ka pëlqyer shumë dita parë ka qenë pak si me tremë, zona treja, njerëz tri, nuk ndihesh që vjen për komplet tjetër shka, mëson tjetër shka. Do më thonë hinë shumë lehtë në rutinë, kem mësu shumë profesional. Në grup jemi shumë të hapur, jemi lidhë, tash për 5 herë që jemi konë këtu, jemi lidhë shumë.